Moderatorja Kiara Tito ka ndarë së fundmi një fotografi të realizuar 10 vjet më parë, në periudhën kur ishte pjesë e emisionit Select. Imazhi vjen si një rikthim në kohë për ndjekësit e saj, duke treguar momentet e para të karrierës së saj në televizion. Në këtë foto, Kiara shfaqet me një stil dukshëm të ndryshëm nga ai që ka sot, duke reflektuar natyrshëm ndryshimet që sjellin vitet dhe përvojat profesionale. Periudha e Selectit ka qenë një prej hapave të parë që orientuan drejt prezantimit televiziv. Tani si nën dhe angazhuar në projekte të reja, Kiara shihet me një imazh më të konsoliduar në publik. Një dekadë më parë, duke u bërë gati për Selectin, sa shpejt kalon koha, shkroi Kiara Tito në profilin e saj në Instagram bashkangjitur me foton, ku na duhet të themi që duket shumë ndryshe nga ajo që jemi mësuar të shohim ditët e sotme. Nga ana tjetër na duhet të rikujtojmë se Kiara Tito dhe Luiz Elli janë prindër të një vajze të quajtur Luna Marie Elli.